leadershipi. Një lider i aftë, një fitore të tillë nuk është shef shumë nga perspektiva që të festohet, por është shef vetëm një hap për me arrit qëllimin. Atëherë kur nëse qëllimi është pushteti, sigurisht çdo lider e shpërfaq në mënyrën më emocionale të mundshme, duke humb edhe arsyen, në fakt, duke ofendu edhe pjesën tjetër të popullatës e cila është pjesë përbërëse e shtetit të Republikës së Kosovës. Me këtë rënje dhe lirë që pritet që të vazhdoj, të paktën nëse do vazhdohet kështu siç projektohet me qeverinë e re, opozita mund të përfitojë, por gjithmonë nëse bëhet bashkë. Po sigurisht, tani tavolina rrëmbullakët është aty. A do të qeverisë Kurti apo opozita, cila do që të bëjnë qeverinë, e kanë të domosdoshme të gravitojnë rreth tavolinës të rrëmbullakët, do të jenë të mvorra njëra prej tjetrës. Me shumë çështje, qoftë emnimi i presidentit të arshëm, qoftë miratimi apo votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat na presin neve, qoftë miratimi i buxhetit të shtetit të Kosovës, të cilat janë të gjitha pjesë kruciale për të vazhduar një qeveri dhe ajo që mos të rrëzohet. Dhe këtë do të thotë mungesa e kapacitetit të leadershipit është fashur tani këtu tek ne në Kosovë, është treguesi më i mirë që lideri janë shumë tani lideri jon këtu zotëri Kurti ka vu si qëllim ardhmen e tij në fuqi dhe të ketë të gjitha fuqitë institucionale të Republikës së Kosovës, duke shkuar deri tek niveli që të fut duart në sistemin juridik, sistemin e drejtësisë të Republikës së Kosovës. Gjë e cila është rrezikshme për çdo shtet demokratik. Do të thotë, aty është fillimi i fundit të demokracisë, kur një lider autoritar, mund ta themi sepse zotëri Kurti është lider autoritar, qoftë në kuptimin e mirë, qoftë në kuptimin e keq. Ky është përfundim sepse gjithë ata që i ka rreth vetës ne i njohim dhe nuk përfaqësojnë kurrë kompetenca institucionale apo kompetenca profesionale. Do të thotë ka mungesë profesionalizmi të gjitha instancave apo njerëzve të cilët të rrethojnë liderin zotëri Kurti. Dhe tani zotëri Kurti sipas asaj është i detyruar që të ndjek leadershipin me fuqi tiranike, dhe kjo fuqi tiranike rezulton në përpjekjet e tij të vazhdueshme të kapë sistemin e drejtësisë. Në vitin 2019 në një takim me zotrin me senatorin Graham në Amerikë, kishim një debat rreth çështjes apo sistemit juridik dhe rëndësisë së saj se sa është e veçantë që ajo të jetë e pavarur nga politika, nga ideologjia, nga feja, që të mos ketë ndikim nga këto. Dhe momentet kur sistemi juridik atakohet qoftë nga influenca religioze, qoftë nga influenca politike apo të tjera, aty është fillimi i dukshëm i rënjes së demokracisë në atë vend. Dhe me gjitha gjasat do të kemi vazhdueshmëri të